Ka nevoj mu vedjesu mas pari njerëzit, po besoj që jena në qatë pjesë të vedjesimit, që gjdo fëmi ka nevoj për logoped ose për psikolog. Jo, për arsye se shumë fëmi po kanë probleme mas pari me teknologjin, edhe që kjo është pikës pari që prind duhet mu vedjesu për mi ndalë teknologjin të fëmijët, sepse që ato po rrjedhojnë tani në probleme të ndryshme. Që këto moshat e reja nuk janë të eduku kur qysh. Studioj, punoj tanat, po. Logopedin. Po. Pas punë dalë me këmbëve. Faleminderit. Çfarë zgjohet ti profesion? Pëlqen me ndihmu fëmijët të cilët kanë probleme të ndryshme, të folur në zhvillim, edhe për që ata e kom vendosur me zgjedhje. Ka Kosova nevojë për logoped? Po, ka nevojë, ka nevojë mu vedjesu mas pari njerëzit, po besoj që jena në qatë pjesë të vedjesimit, që gjdo fëmi ka nevojë për logoped ose për psikolog. Po thu kemi nevojë me vedjesu, pse nuk kemi vedjesu shumë? Jo, për arsye se shumë fëmi po kanë probleme mas pari me teknologjin, edhe që kjo është pikës pari që prind duhet mu vedjesu për mi ndalë teknologjin të fëmijët, sepse që ato po rrjedhojnë tani në probleme të ndryshme për fëmijët. A ndoshta prindit janë ata iniciatorë që i kanë fajin këtë rast? Po, normal. Po, ka njëherë është problemi që po mundohen mi mashtru në atë aspektin, hajtja japim teknologjin, se nuk po kena kohë shumë më marrë me ta, po të prindi duhet me gjetë kohë për fëmin, që atë është problemi. A dërgon ti si e re, një rukëtim të ri që pas këtë gjedhur, Po, që i kisha dhënë gjithë të rive të rejave një këshill për me fillu jetën, dhe më thënë me pas një jetë normale, edhe një jetë dhe më thënë suksesshme për karrierë. mu fokusu shumë të vetja, të qëllimet që dojnë mi mrin jetën e tëne, mos mu fokusu të tjertë, po mas shumë të mu fokusu të vetja, të dëshirat, të qëllimet, edhe gjithë shka mi marrë me qëtësi, jo me ngut, se gjithë shka arrihet, besoj që po. Për mu përveçeni suksesshëm një jetë si pas teje, çka duhet? Me pas shumë me lexu, pikës pari, se pa lexim nuk mund është me mri kur gjo. Libri është shumë i nevojshëm për njeriun, për më kon i suksesshëm. Pa libër nuk mund është më kon i suksesshëm. Që kjo është mënej pika kryesore, edhe edukata normal, më kon i edukun, edhe kjo është. Edukatën me që e re, e brez pak ma të ri, si e sheket edukatën në moshave tonë? Keme edukatë, keme arrit me edukatë. Po menoj që këto moshat e reja nuk janë të eduku kur qysh. Shumë sjellje të këqija në rrugë të moshat e reja, të gjeneratat e reja. Shumë sjellje të këqija, shumë sjellje arrogante, shumë të parespektueshëm për moshat që janë më të mëdha. Që kjo është tepër e keqe. Unë shoh çdo ditë sjelljet, ka njëherë nala dhe i këqyri tham, a jam konu në qitë mosha i kumbo qëto sene jo nuk i kumbo. Është tepër sjellje të këqija. Do më thonë nuk kanë respekt për të moshun, ulen në autobus se shohin që vjetrit janë, kanë nevojë mu ullë e këqyrin me buzëqeshje, me një farë ignorance edhe nuk qohen heq me aliru vendin një njeriu që është maj vjetër. Këto e shoh çdo ditë. Do më thonë kërë është kjo dishka po thëmë ma e thjesht, ku janë senet pak ma serioze. Çka të pengon të kjo pjesë? Sa kështë tash me ndryshu ti? Edukata. Prapë të edukata? Po, prapë të kjo. Kjo është edukata, du të më jam mësu fëmijës prej moshës shumë të vogël. Po, nuk e dia i mësojnë ajo, po është për një ma shumë gjendja shumë serioze, të fjalorit, të gjithë shka, të më thonë që kjo është shumë serioze në vendin tonë. Se tani po rrjedhin edhe pasoja tjera, dhuna, vrasjet, gjithë shka, që kjo është shumë problem të na, tepër. Në fund, me përmbyll me një mesazh si e re, gjithë këtë temë që bisedon, ndoshta do t'i shërbejë gjithëve, të rive, të rejave. Lexoni, mësoni, ndëgjoni prind, edhe bëhuni shumë kurioz, me shtru pyetje të prind, të matriturit, pse nuk bën kështu, pse bën ashtu, edhe do më thonë çdo kritik, çdo këshill merreni parasysh, edhe mos u bëni egoist. Kjo është.
këshilla jeme. Ka mesazhe shumë i qelluar. Të uroj më të mirat, suksese shumë për Edhe jetë. juve, shumë faleminderit, kalofshit Faleminderit, mirë, tum, tum.